الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم ما بعد. Nderuar vëllezër, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po vazhdojmë me ligjëratën e radhës dhe është kjo ligjërata e fundit në pjesën ose në cilësinë e mbarës peshës ose ekuilibrit që do të pas personaliteti i besimtarit. Një temë është vëllezër jashtëzakonisht e rëndësishme në veçantë në kohën e sotit, kur njerëzit janë të ngarkuar tejmose dhe edhe për shkak të obligimeve, për shkak të detyrave, për shkak të angazhimeve, shpesh edhe mungesë të renditjes prioriteteve, planifikimit kohës, ose edhe renditjes së gjërave të cilat Zoti xhelafi ula ju ka dhënë përparësi, ose duke mos i njohur disa gjëra që duhet fetarisht, atëherë ngatrohen edhe veprat, ndoshta kanë njerëj ja përparësi veprave që Zoti nuk i ka dhënë përparësi, ndoshta kanë njerë punon diçka pse kanë dëgjuar që duhet me punu kurse feja nuk e ka aplikuar ose se ka rekomanduar. Ka njerë ndoshta lënë disa vepra që i ka obligim, ndërsa mundohet me kry do punë që janë të mira, mirë është me i bo mirë, po nuk i ka obligative, të paktën nuk janë obligim personal i tij. Andaj janë disa rregulla të vëllezër jashtëzakonisht të rëndësishme, që shpresoj që besimtarët mi shërby që me organizu jetën e tij edhe në aspektin fetar, po edhe në aspektin e jetës përgjithshme. Rregullat cilat i kanë përmbledh ose i kanë dietarët i kanë përmbledh sigurisht bazuar në hadithet e Profetit sallallahu alaihi wasallam nga përvoja e tyre. Rregulli i parë është vëllezër besimtar, ka të bëjë me çështje fetare që është i nxjerrur nga një hadith që ka thënë Profeti alayhi sallam, në cilën ka transmetuar Aisha radhiyallahu anha. Ky rregull thotë: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu ma laysa fihi fa huwa radd." Kush sjell diçka çka nuk është në çështjen tonë, pra në fenë tonë, ajo është e refuzuar. Ky është hadith. Ibn Hazir rahmetullahi alaihi vëllezër thotë se ky hadith llogaritet prej bazave të rëndësishme të fesë. Ai që punon, don me punu një vepër që nuk është legjitimuar nga pejgamberi sallallahu, është e refuzuar. Dhe ky hadith ose ky rregull besimtarët i jashtëron shumë gjëra. Ja rregullon rrugën dhe drejtimin e tij. Është një busoll vëllezër, se çysh duhet me vepru ai në jetën e tij, në aspektin fetar. Tash për shembull ne sapo kaluam prej disa ditëve, cilat njerëz në mesin e tyre edhe shumë besimtar po festojnë, po urojnë, po organizojnë, po e kena këtë rregull. Dhe po krijohet një farhutije, jo bane, jo zbane, jo pse po ndaloni, çka ka të keqe, besimtarët duhet me qenë tolerante, kështu me radhë. Është kjo hadith është vëllezër jashtëzakonisht e rëndësishëm. Kush sjell punon diçka çka nuk është në fe, ajo është e refuzuar. Kjo na shërben edhe për disa gjëra të tjera vëllezër, që ka njëherë si besimtar i punojmë. Po që shto e kam bot partë unë, po që shto i kena gjithë, ajo mundet me thonë që ashtu, i kam bot partë, i kam bot bobën, ashtë e ka bot pa dyshën, ashtë e ka bot dikush. Por ne kemi këtë rregull. Imam Nawawi rahmetullahi ta'ala vëllezër
Thotë se ky hadith i duhet shumë besimtarit për me i refuzu shumë gjona të shpikura në fe. Mos me konë që ky hadith i shkon problem. Shumë gjëra nuk ju ishin vesh fes. Me niyet mirë, munden me qenë me niyet mirë, munden me qenë edhe në parim vepra të mira. Por mënyra qysh veprohet nuk është në rregull. Për shembull, të thjeshtë. Dikush me niyet të mirë për mu afru te Zoti më tepër, thotë unë po du me fol Yacin, farzin Yacis 6 rekate. A ka gjatë keqe këtu? Namazja është i lejuar. Se Yacia bile është farz. Janë farz 4, pa e po dën nga niyeti mirë që mu afru te Zoti halo ma shumë me morë se vape po të bi fali 6. Se ka mundësin. Kam vullnet, kam forës, ose bi fali 8. A lejohet? S'lejohet. Allahut shpërbleft. Këtu është rregull. Ndash mu afru ki mënyra tjera, po këtu ka rregull. A ne do shëndëzër, ndash me qeni ekuilibruar dhe mesatar në fe, ndeshë rrugën e profetit. Në momentin që te i kalon, mundohesh me bo diçka, me thonë, me punu ma shumë se ai që ka kërku, je gabim. Po dhe në momentin që lën diçka mongo, sigurisht se je gabim. Andaj, kjo është shëndëzër, kjo është rregull që në duhet shumë në ecjen tonë drejt Allahut subhanahu wa taala. Kush vepron diçka që nuk e ka legjitimu profeti alayhis salam, po flas në emën të ibadetit, ajo është refuzuar. Në emën e dynjë Allahut, ajo është diçka tjetër. Ky hadith nuk vlen për punë dynjë Allahut. Mi pas njëtat shtëpia që i kam pas, njëtat, ajo tjetër, por kjo hadith vlen në çështje të ibadetit. Mesatar janë në ibadet, rruga e drejtë në ibadet është me hes që ka hes profeti alayhi salatu wassalam. Andaj të gjitha festat, të gjitha urimet duhet të bazon dashur, duhet të kthehen në bazë. Ne si besimtarë alhamdulillah i kemi të qarta. Rregulli i dytë, parim rregull shumë i rëndësishëm, është renditja e prioriteteve dhe më dhon përparësi gjërave që janë më të rëndësishme. Dashur vëllezër, Allahu azza wa jall i ka rendit gjonat. I ka rendit gjonat sipas rëndësisë së tyre që kanë. Andaj nëse don me qenë i ekuilibruar dhe mesatar dhe me ndjekë rrugën e duhet me shiqu gjonat që ka shiqu shariati. Ne si popull e kemi një defekt. Thotë kam zemrën e mirë, është burri i mirë, bën mirë, ajo është në rregull. Në rregull është. Por ka diçka më të rëndësishme. S'mundet me lëmë ato që janë 1, 2, 3 që Zoti ka rendit dhe me punu disa vepra, edhe ato kanë sevap. Por në krahasim pastaj me ato që Zoti ka rendit në krye të listës, ato janë të vogla ose janë pak. Andaj ka thonë për të dashur, imani ka thonë është 60 e sa pjesë. 60 e sa pjesë. Më e larta cila është? Cila është pjesa më e lartë e imanit? Shahadeti, tauhidi, kjo është pjesa më e lartë. Shahadeti do të thonë tauhidi, jo vetëm me dëshmu çashtu, po me besu Allahun që duhet. Kjo është më e larta, kurse fundi cila është? Me largu një pengesë për rrugë. Pra edhe ajo është iman, edhe ajo është sevap, por është e fundit. E disa njerëz mundohen me hi prej i ka disa vepra të mira, bën ai punë të mirë, kurse ato që Zoti ka në top list, qoftë për nga rëndësia dhe obligueshmëria që kanë, asnjë se kryen, namaz nuk kryen, zeqat sep, në haxh nuk shkon, agjerimin se kryen, pezon.
Bën mirë, alhamdulillah që bën mirë, por janë veprat që i ka llogaritë dhe i ka ditë Allahu subhanahu wa taala. Dashur vëllezër, është një rregull shumë e rëndësishme kjo, që gjonat në jetë me shqiqu dhe me mot, është një hoxh me dinë Allahu e rujt, është një dietar i madh. Thotë, duhet me mot gjonat me kanarin e fesë, jo me tonin. Feja që ka thonë pozite. Feja që ka thonë, për shembull, në kohën e pas falës së sabahat, para lindjes së diellit, para perëndimit të diellit, Kur'ani është mirë gjithherë me lexu, është sevap i madh me lexu. Po është ka një kohë, ka një herë, që më mirë është me bo dhikrin e qasoj kohë se sa me lexu Kur'an. Për shembull, po hin xhami, është më mirë me thonë dhikrin që duhet me hin xhami, kur të në xhami, se sa me lexu në sura të hin xhami. Që kjo është me rëndit gjonat, qysh i ka rëndit feja, dhe mi dhonë për parësi, qysh i ka dhonë për parësi feja. Sabahun se fal, drekën se fal, ikindin se fal, akshamin se fal, Yatsin nështë e fal se me taravi, vjen namaznot dhe të hoqë pëdu, po e roni mirë, elhamdulillah, dhe namaznot është i mirë, dhe se vapë shumë i madhë. Por për ty që si ke fal, që të farze problem është. Ose ndihmon, ka për që të shëllëzër edhe kjo më karo me taku edhe ka njerëz që japin sadak, ndihmojnë, po zeqatin se nxjerr. A e ka obligim? Ndihmon, ndoshta ka njëherë, ndihmon vlerë, ma shumë se sa që e ka bërgjë zeqatin në nxjerr. Por ka fitu se vapa, atje ka me të bërgjë të madhë, sepse nuk e ka kry detyre. Llogarit dashurëzën e prioriteteve, rënditja e prioriteteve dhe matja e gjanave sipas kanalit të fesë. E dini rastin e Xhoregjit, keni dëgjuar për tregimin e Xhoregjit, i cili po falej namaz vullnetar, kurse nona e tij po e thirroi Xhoregj, po ka nevojë diçka për to. Dhe ai tash, a me ngu nonën e me prish namazin, a me marrë çka jo mërmene juve? Çka me ndëni ju? Edhe na kishim mendu, mos të kishim ndëgju këtë ngjarje, kishim me thonë sikur se Xhoregji, ko ma mirë se më falë, nona ka vakt pret. Ama i dashur vëllezër, i dha përparësi namazit vullnetar, s'po flasin namazi farz. Kur është farzi nuk ka as nonas, babas, punas, kërkosh s'ka. Po namaz nafile, karshi një nevojët prindit, ja këtu ka përparësi nona dhe baba. Që kjo është me rëndit gjona që ka rëndit feja. Shumë e kënë dashur vëllezër këtë defekt, që japin përparësi senëve që është në mërmenja neve. Shkon rrin me shëshni, thot me vllazin musliman. Kurse e ka obligim nashta, e kjo nashta, po e ka obligim e nejt me fëmijë. Fëmija se shohim, fëmija hjekun kesh për babën, nuk ka ku me nejt me ta, me gru, me babën non, ku ke? Me shok, me vllazin musliman, mashallah. E kështu me radhë. Rënditja e gjanët ashtu të qyshi ka rëndit feja, shumë është kemë rëndësi. Shumë është kjo rregull i artë dhe më dhonë rëndësi pastaj prioriteteve. Më dhonë rëndësi prioriteteve. Kur vjen kohë namazit, nuk ka Allah për lexoj Kur'an, po s'ka për lexoj Kur'an. U bë ikameti, nuk ka më namaz, ka thonë një armadija është një adhjet. Kur bëhat ikamet, nuk ka më falë, as namaz nafile s'ka. Për ata disa dietar, kanë thonë që as selam nuk ka nevojë me dhomë. S'ka thonë gjithë kështu, sepse bërja ikametit automatikisht
tregon që pushon çdo namaz tjetër, vetëm nëse je afër të kryre reqatin, që ta mërë mene se mundesh me nxon reqatin e parë me imam, plotësoje. Për ndryshe, je në reqat parë, për zonë në namaz hinë në xhami, po dënë me falë reqat e u lidhe, Allahu Akbar, ti u lidhe u boj kameti. Dohet me prish dhe më lidh në farz. Sepse Zoti ka dhënë përparësi tash. Në të shkëtë është kjo rregull, jashtëzakonisht, ti qartëson shumë gjëra. Qysh me vepru, veç këta jashtë shqyrë. Cila është qysh i ka thonë, qysh ka thonë Zoti, cila është me mirë, cila është me dosh, cila është obligim, e kështu me radhë. Tëre të dashur vëllezër, ati kulli dhi haqqin haqqahu, se cilës pun jepja hakun. Se cilës pun jepja hakun. Në kohën e sot të dashur vëllezër, me të vërtet angazhimet janë të shumta. Angazhimet e njerëzve janë të shumta. Nuk kanë qenë sikur tash, sikur më herët. Tash disa sidomos janë zakonisht të angazhuar. Me punë, me angazhime, me takime, me obligime, puna, biznesi, shoqënia, xhamia, familja, akraballako, shumë obligime. E qysh me vepru tash, qysh me gjetë mesin, e duke folë për mesatarin, me qeni balancum, mos mi adhon me një onë me konë mashallah, e në tjetër e onë me konë shumë keq. Për shembull, dikush thot po mirë për kjo në xhami, po këshire në shpet që i kalon, për shembull. Kalon keq e kështu me radhë. Ndërsa kjo është rregulli i tretë. Rregulli i parë që kur sjell diçka në fe që nuk është me fesë, është të refuzuar, këta sharon rrugën e këtij çorrit. A me bo, a mos me bo, e ka bo profeti po, vazhdo. Se ka bo, selam aleikum. Jo, po i dhuhen, po let i dhuhen. Vjen dita që pajton rregulli i dytë, rënditja prioriteteve, duke i dhënë përparësi asaj që ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Rregulli i tretë, secilës punë ose me kry detyrat ndaj secilit që i kemi. Kemi obligim dashur vëllezër, kemi obligime ndaj Zotit, kemi obligime ndaj familjes, kemi obligime ndaj farefisit, kemi obligime ndaj akraballakut. Ne pse ka orë me një kohë që secili peshqyrë punë të veta, por kemi obligime ndaj këshive. Kemi obligime, ka thonë profeta selam, nuk e ka imanin tamam. Nuk e ka imanin tamam, s'ka besu Allahun dhe ditën e fundit ai person që flan i ngopur kurse kojshia ati s'ka qka me hongër. Kjo është din Allah. Kjo është din. E dikush do shta jep me ku me ditë sa harxhan me shok drejka dorka. I ka, po nështë dikush ka, nuk ka bëk qka me hongër. Pro të shëllëzër, se cilës pun me adhon hakun dhe se cilit me adhon hakun qka është obligimin që ke ka. Obligimet që ka i kemë ndaj familjes, nuk t'i kry namazin. Mos harroni. Obligimet që i kemë ndaj familjes, ndaj prindërve. Nëse prind ka nevoj për ty, pse ti falesh në xhami, kjo nuk ta hek obligimin. Nuk ta kryn, se dikush mënon që si të falet, ja tani është i lirë. A ka baba nevoj për ty, a ka nona nevoj për ty, a ka gruaja nevoj për ty, a kanë fëmijë nevoj për ty? Jo, unë po falem në xhami, mos më angazhoni më shumë. Nuk ta amneston as namazi, as agjerimi ndaj obligimeve tjera, nëse ki, dhe gjithë se cili kena. E çka me bo? Se cilën punë kohën e vetë. Koha namazit namazi. Koha punës puna, koha familjes familja, koha fëmijëve fëmija. Vazën ne, është e vërtet që po thëjmë fëmija, sot jenë çmistu masë telefonit, po kush i ka
udhëzuar ne. Më pa ofru prindi alternativa tjera, ai se kish njoh telefonin, se s'den ai 2 vjet çka telefon, as 1 vjet e gjys. Po çato ja ka po ndur, çato ja ka dhon kur ka dash me qetësu mos me kajt edhe mësu. Në shumë zërë është më rëndësi që se cilën detyrë që e kemi me kry dhe me dhënë hakun. Vjen kohë namazit, namazit. Vjen kohë Ramazanit, Ramazanit. Vjen kohë punës, punë. Alhamdulillah, Allah azza wa jall ka lanë, subhanallah. E ka bo që ashtu ditën edhe natën, që ka kohë mjaftueshme në shumë të zërë, edhe për ibadet, edhe për punë, edhe për zjaret, edhe për familje. Po çka duhet? Duhet me pas kohën. Pra tha koha është, pse ka shumë ajete dhe hadithe, koha. Nëse ai që menaxhon kohën që duhet, ai më rrin, bën çuditëra. Dhe ai që nuk e menaxhon kohën që duhet, ai s'u bën kurrë. Thotë s'po kohë, sepse nuk e menaxhon. Buri ke është dhënë bereqet të metit tim në sabah, subhanallah. Pra, kjo është me të regu që jo veç me lanë sa mos me falë, sa bojnë zjeshanë sa mos me falë. Por fillon herë ato besimtar. Dallimi madh është mes atij që e fillon ditën pasi të falet sabahu dhe atij që e fillon prej 10 ose 9 gjysmë që të çuhet këta ka dalë kaftjallin e kafen e dallimi madh është ai kanë rrinë të shtaverës kur falet sabahu në orën 4 deri në drejk bojnë 8 orë ose 9 orë. Një orë punës, veç dhe në drejk. Dikush halasë o qundë është ta, për drejk i qelësit. A dikush e ka qitë një orë, e ka kry punën. Për të shosë obligimet janë shumëta, detyrat janë shumëta, kemi obligim dhe Allah të zogjel, kemi obligim dhe familjes, dhe i prindërve ku shiko gjallë, dhe i gruës, ndaj nefsit, ndaj fëmijëve, ndaj farefisit, ka hak. Hak është pyet Profeti sallam, cilat janë obligimet e besimtarit ndaj besimtarit i ka përmend. Jo veç farefis, por besimtar është smu me shku me vizitu, ka vdek me shku me përcjell, nëse ka nevojë me ndihmu. Obligime, jo veç të mirë, po obligime, të obligime të shëndëzër, do të me rëndit, mi dhonë përparësi që ka dhonë Allahu dhe me menaxhu pastaj, me menaxhu kohën qysh mënyrë që me arrit sot ka mundësi. Mi dhonë obligimit farzit, ka disa farze që janë personale dhe farze që janë kolektive. Je përparësi obligimit farzit personal, që për ty është farz. Farzi kolektiv, mund e kryen kush do prej, nëse dikush e kryen, ajo është kryer si obligim. Po ty farzi personal s'ta kryen kërkush. Rregullat e rrotosur mi dhon përparësi detyrave që kanë kohën e kufizuar para atyre që ka kohë, mundesh edhe më tutje me kry. Dikuna për shembull mund të ikë syneti për shembull, prej syneteve që janë domë të rëqata që janë s'fallam janë obligative, po nuk është mirë me lonë muslimonit domë të rëqate synete gjatë ditës, nuk është mirë me lonë. E dikuna ikë ky synet duke lexu Kur'an, ose duke bodo. Mirë është me lexu Kur'an, mirë është me bodo, por kjo është me vlefshme. Jepi përparësi kësaj, ndal kohë pastaj jep kryen detyrën tjetër. Rregulla e katërt është shumë e rëndësi, është mos me tepru në shumë gjama. Ka thonë Profeti sallam, heleke el mutanatti'un.
janë shkatruar ata cilët kanë mendim negativ. Mendojnë që ata vetë zimenojnë, s'ka kur gjo këtu. Dalë se ka. Kërejt këqijën këta ka, dalë se nuk është ashtu. Kur të folë për dikën, i përfshin kërejt. Me pas një farlej balansi. Një farlej balans dhe shlëzër është shumë rëndësi. Sepse kjo pastaj i jap njerit një farlej negativiteti të panevojshëm. I thmonë mesatar. Ka të këshia, po ka dhe hajnë, alhamdulillah. Po ka të këshia, po ka dhe të mirë, po që shumë, alhamdulillah. Po ka kesh, po ka dhe mirë, shumë, alhamdulillah. Jem përhap të këshia, po e përhap dhe të mirë, shumë, alhamdulillah. Kur ka pas ma shumë gjamia në Kosovë, se sasët? Kur ka pas ma shumë gjemat, se sasët? Kur ka pas ma shumë të ri, se sasët? Kur ka pas ma shumë haqjilerë, se sasët? Kur ka pas ma shumë umergji, se sasët? Kur ka pas besimtar në vendin tonë që din me lexu Koran, se sasët? Kur ka pas hafuzlar, hafuzat, ka pas gjithë. Po sot, alhamdulillah, me dhjetëra, gjithandaj të rëjë shqiptare, alhamdulillah, me dhjetëra qinda, kur ka pas vajza me mbulesa ma shumë se sa ka sot? Pra, ka gjonë të shëzër, ka të mira shumë, ka bardhë shumë, ka hajtë shumë, ka dhe të këshia, ka dhe të këshi, ka dhe gabime, ka dhe lëshime. Dhe kjo ideja që me te i kalu kufit ose me të pru nuk është e mirë. Nuk është e mirë. Duhet besimtari me qenë, duhet me qenë i modur të dashur vëllezër besimtar. Disa këshilla ose rregulla të shpejta inshallah taala, është vëllezër që një barazpeshimi ose ekuilibri mes ibadeteve të përgjithshme që është namazi, agjerimi dhe disa ibadeteve të tjera. Sepse nuk janë vetëm këto ibadete dhe detyra që besimtari duhet me kry. Ka dhe ibadete tjera që ka një herë ato se kryjnë forzin ose obligimin e namazit, s'ta kryjnë, por vlera e tyre shumë e madhe. Subhanallah. I ka thonë një ibadetxhi adhurues i madh Imam Malikut Medine. Imam Maliku dietar edhe po man derse ligjërat mas ligjërate, derse pyetje përgjigje, një kohë të gjatë të tipja kushton kujna. Miletit, ligjëratave, thirrjes. Dhe po i thot një piçan selam në ibadetxhi, ai me një të mirë, i cili ishte fokusuar namaz, lexon Kur'anit, namaz vullnetar, i thot oj imam. Lejthat ato legjerata, po hajde këto i bëj ibadet. Hajde këso knaqë është të folë në file. I tha, nuk mendoj që unë jem të bo ma pak ibadet se ti. Daveti është ibadet o vëllezër. Daveti është ibadet. Ka njëherë është më e rëndësishëm se sa do ibadet të tjera që njëri i bën. Urdhërimin të mirë dhe ndalimi nga e keqja është ibadet, madje është urdhër. Prej defekteve që kemi sot si shoqëri, është se kemi lënë këtë ibadet. Përveç ato që kam qiru Allahu Azza wa Jall. Shumica, se cilët e këshirë punën e vetë, e shet keqen, e shet mikun, e shet dostin, e shet vllahun, e shet djalin, vajzën në punë keqe dhe s'ja mërmena me thonë e ki keq. Ibadet, me përhap, me botun e liber ibadet, me mësu fëmijët ibadet, e kështë më radhë. Të është mirë që besimtari, disa rregulla pa që kanë përmend dietarët, e para është mi dhanë përparësi forzeve. Çdo herë ato që ki obligim. Allahu ka thënë: "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in habba ilayhi mimma aftaratuhu alayhi." Nuk më afrohet më robi me diçka më tepër se sa
me ato që ja kum bo farz. Wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dhe vazhdon të afrohet me nafile derisa të duhet. Rregulli i dytë dashur vëllezër është me kry disa vepra vullnetare me shantia ata që dojnë me pas pozita të larta. Ata që dojnë me pas pozita të larta të Allahu azza wa jall dhe me qenë të dalluar, ata nuk bën pa Kur'an, nuk bën pa namaznate, nuk bën pa xherim vullnetar. Ata pak është vetëm me forse. Thënë Fudejl ibn Iyad rahimahullahu ta'ala shëllëzër, kur I ka thonë dikush nuk po mujnë më që më falë namaz note, I ka thonë, nëse nuk mundesh më që më falë namaz note, dije si je privu. Je privu prej një harit madh. Je privu prej një vepre shumë që Zoti e dën shumë. S'mundesh me fal as një recate, 2 recate, s'mundesh me fal. Nuk është patjetër më shumë pjesën e 3 të natës, që tash pas jacis, para se me ro me fjet. Me rëndësi është që besimtari mos me I kalu nata pa I fal 2 recate, minimumi. Me 2 recate hyn listën atyre që janë fal natën. Tash sa ma mirë, sa ma gjatë, sa ma shumë recate, veç shkon duke u ngrit. Por me 2 recate hyn listë, anë në ki që ato. Ku janë të namazlit e natës, e ki janë, fund e ki dikun elhamdulillah. Thëtë nëse nuk mundesh më qumë më falë namaz natë, je mahrum, je I privuar, mëse në këtë punë thjeshtë. Dhe ka kalëzu qëka të ka privu, ka thonë kam privu gjënohë. Gjënohë të dashur vëllezër. Gjënohë të dashur vëllezër, veçanti gjënohë të gjuhës dhe gjënohë të syrit. Se po mendojmë besimtarët, edhe me përcjell telenovela, seriale, filma, betere, me përcjell edhe më që më falë namazat, s'ka mundësi. Edhe me lexu Kur'an, edhe me bëj gebet, nuk ka mundësi. Tërë të dashur vëllezër, kryerja e detyrave, gjithsesi, e thash edhe më herët, kjo është rregull, namazi, falja e namazit nuk t'i amneston detyra tjera. Obligimin ndaj prindërve, obligimin ndaj gruas, obligimin ndaj familjes, ato mbesin me kry dhe në obligimet tua, edhe nëse falesh edhe azera dhe numre, edhe në haxh shkon. Janë disa rregulla të vëllezër që I duhen besimtarit në arritjen e ekuilibrit në jetën e tij, mes punëve dhe jetës. Sa të dashur vëllezër, është një ankesë shumë për edhe që s'po kena kohë, ose është një farë beloje në keq menaxhim, ose s'po kanë mundësi njerëzit me I kryer edhe detyrat edhe punën, por edhe detyrat ndaj familjes, me jetu jetën e kështu me radhë, disa rregulla ose disa këshilla që I kanë dhënë ata cilët merren në këtë fushë. Ka thonë hadith awlawiyatik bi wudu. Caktoje detyra dhe prioritetet tua me kujdes. Shkruaj çka është obligim për ty dhe çka nuk është, sepse ka një herë kur e shiqon ndoshta agjendën tonë, ndoshta disa orë I kalon disa vepra që heci ke pas obligim. Dhe kish boti mos me konë që ato heq. Kish bo. Për shembull, në I të bëme, shkon baba në rregull, e kryti, në disa vene e kryin për qatë familje. Pse shkon tash edhe 4-5 jetë me harxhu 2-3 orë, për shembull, përmeni vetëm si shembull, me rëndësi ose një detyrë, mu me kryin për shembull djali, me shku me ble 5 kg sheqer. Ti ki detyra tjera që son t'i kryin djali, për shembull. Ki një fëmijë 10 vjet, 13 vjet, I jepja një obligim që ai mundet me kry. Me rëndësi çka është, thot, shkruaj rëndeti prioritetet, çka është për ty obligative, çka nuk është obligative, çka është mirë nëse mundesh me mri. Pastaj ju jep përparësi. Sepse nëse nuk e din prioritetet dhe çka ki obligim, çka s'ki, çka të vjen përpara kryen. Edhe dikon dashur që nuk e ka
të planifikuar, të programuar, të rregulluar jetën, ai ka kohë gjithë ditën. Kur ti thuash, a shkojmë kohët, hajde. Se s'di çfarë me bo. Kurse disa që kanë planin dhe kanë detyrat, zërë është mja gjithë ati kohën, ose thot që po këshyrja kam kohë, as kam kohë. Sepse ka diçka, ndoshta ka një detyrë që për me lanë me ardhë, me pi një kafe me ty, që ka është e mirë, ndoshta do të me lanë një farz, e kjo është gabim fetarisht. Me lanë diçka obligative për një vepër që ka është e pëlqyeshme, dhe ajo është e mirë, por e lëshon një diçka ma të mëdha. Dy të dashur vëllezër, kam përmendur që është shumë e rëndësishme, kanë thonë me caktu një kohë, me caktu kohë të mjaftueshme për pushim. Për pushim bashkë vëllezër. Zoti e ka lënë me fijet, me pushu madje, subhanallah, për ata që e falin sabahun dhe i në falë edhe namaznate. A nështë ta uqu një orë për sabahat. Dhe den dreka i ka bot 8 orë në orë aktivitet, punë, namaz, punë, kështë më radhë, është e pëlqyeshme për personat tillë. Mas dreke me pushu pak, pezon. I thënë kajlule, qësore, 40 minuta maksimumi. Kjo është për ata që kanë shpëtzuar prej sabahat, për ata që kanë flajtë në 10, ai mos vjen apet mas dreke, më thonë praktikoj sunetin, se ai ka praktikuar sunetin gjithë ditën. Por ata që janë angazhuar ashtu të zot, më rëndësi është thotë caktoje kohën për pushim, sepse kjo ndihmon shumë me kryer aktivitet. Dikush do të thotë të mundu me nxon, thotë ja s'kam kohë me pushu, po s'ke kohë, po ti e myt veten, edhe nuk shkon shumë gjatë, pastaj do të më çon në emergjencë. Andaj thonë rregulla e dytë është leni kohë, pusha pak 10 minuta, 15 minuta, bën dhekër, shtriu pak e kështu me radhë. Me rëndësi është sepse kjo ndihmon pastaj tash vëllezër, kur do të në shembull e marrin këta persona që të merren me trajnime dhe e përmendin. Thonë kjo i ngjan atij personit që punon, për shembull dikush me shati ose me sapat. Dikush ja s'kam kohë sakicën në mëri, po e myt vetëm, mundohet me prej 5 sakicën. Ai haron në orë 10 minuta i harxhan me mëri mirë, po tani ja leton veti. Tre dashur vëllezër, kanë jetë edhe 2, është shumë rregull me rëndësi, kanë thonë ndaje punën prej shtëpisë. Subhanallah. Shkova në shtëpi, shkova te fëmia, le punën jashtë. Dikush edhe në shtëpi, çon gojlet e punës atje, ja çon te shtëpia, tani vërtet fëmijëve ato le jashtë. Shkova në shtëpi, ndaje. Jeta familjare mos e përzi me angazhime që ai bën poshtë përpirë me njerëz. Sepse krijon pas të vëllezër, krijohen të lashe. Ose kur shkojsh në shtëpi, më pëlqen disa njerëz vëllezër që kanë rregull, thotë kur shkoj në shtëpi, në ora 8, në ora 7, për orës 8, ose mas orës 8 nuk për asnjë në familje, thotë nuk i përdorim telefonat. Bënë telefonat. Nëse dënë me pas komunikim, të shëndosh dhe raportet mira, thotë pas orës 8, në familje tonë, thotë nuk përdorat më kërkosh telefonin. Dhe kjo është shumë e rëndësishme të zëmas në kohën e sotme, edhe për shkak të shëndetit, sepse po ka nevojë më shqetësohet truni, shpirti, ajo deri bjen me fije të përcjell telefon akona lajm tri në Venezuela atje. Kur çohet halapa o çu mirë synin e çelë telefon me rak, pas ka kërcit diçka. Kjo është problem dashur vëllezër, është problem edhe për shëndetin. Allahu na përmirëson dhe fundit dashur vëllezër, dhe kjo është rregull jashtëzakonisht e rëndësishme. Thojnë me pas parasysh dhe me mësu fjallën ju. Me pas një jetë, në program fjallën ju. A ki ku? Një kafe, Allah s'kam ku, bënë Allah, më zje keq. Hoxha bën pak, Allah nuk bën pak.
që tash nuk bërë. Mune me lon një kohë, mune me lon një termin regullina. Amo, në ditë në Fardjoli, që është hoqë, kisha disa obligime, tha, po më nëmë që bënë, nuk po të nëmë që mëj, po ka pak regull këto. Më mësua në të shëllëzër, me thonë jo. Nuk kam kohë që tash, jo nga mendja madhësia, por për shkak kryerjes detyrave që e ke planifiku, duhet me thonë ka njëherë dikujna që tash s'moj, që tash nuk kam kohë, nuk ka gjatë keqe. Disa njerëz të shëllëzër ju vjen keq me thonë jo dhe e pështja dhe i lem punë që ka obligim, hajtë se po vi. Është në rëndësi të shëllëzër që me pas këto edhe me fëmijë me përdor ka njëherë, mësu pra me thonë fëmijëve jo sot nuk ta bëj këto, sot nuk e blena këto, e blena mas kështu më radhë, pra, me bo një farloj regulli, sepse për ndryshe në ngelin shumë punë për e kry, dhe ndoshta duke i dhonë për parësi veprave ose detyrave se nuk janë ndoshta të kohës. Allahu ju në rohë të ju shpërblet. E në bëni halal se kemi zotë sonë të parë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.